Marrëveshja mes Maqedonisë dhe Kosovës për kalimin e kufirit vetëm me letër njoftime midis këtyre dy vendeve po shkon drejt realizimit. Këtë e konfirmon edhe zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha, i cili thekson se qeveria ka kaluar tekstin e marrëveshjes në kuvend dhe të dy qeverit kanë obliguar ministrat e punëve të jashtme që ta nënshkruajnë atë. Pas nënshkrimit pritet edhe ratifikimi në kuvend. Sipas Hoxhës, duke u nisur nga e drejta ndërkombëtare dhe marrëdhëniet miqësore, me këtë marrëveshje shtetasit e njërit apo shtet tjetër mund të hyjnë në territorin përkatës me letër njoftime biometrike dhe pa viza në të gjitha vendkalimet kufitare. Bashkimi Demokratik për Integrim si një faktor vendimtar që ka përshpejtuar procesin e lehtësimit të lëvizjes së lirë të qytetarëve në rajon, përshëndet vendimin më të fundit të qeverisë së Maqedonisë për nënshkrimin dhe ratifikimin në kuvend të marrëveshjes midis Maqedonisë dhe Kosovës për kalimin e kufirit vetëm me letër njoftime. Duke u dhuruar qytetarëve në përgjithësi dhe shqiptarëve në veçanti një lajm të shumë pritur, BDI dhe kryetari i saj Ali Ahmeti ndjehen të lumtur që së shpejti shtetasit e njërit apo tjetrit shtet mund të hyjnë në territorin përkatës me letër njoftime biometrike dhe pa viza në të gjitha vendkalimet kufitare, kurse opinionit publik i dërgohet edhe një sinjal pozitiv se përfaqësuesit shqiptar në qeverinë e Maqedonisë kanë sens dhe gatishmëri që t'i artikojnë drejt interesat kombëtare të shqiptarëve, pa marrë parasysh se ku jetojnë ata, thuhet në kombëtesën e partisë. Presim, shtuhet mëtej në kombëtesë që kjo marrëveshje të ndikojë në parafrimin e dy vendeve, kurse Shkupi dhe Prishtina të bëhen shembull i mirë i bashkëpunimit rajonal, pa të cilin nuk ka ecje të sigurt drejt BE-s dhe strukturave euroatlantike, thon nga Bashkimi Demokratik për Integrim.